Shikues të nderuar televizorit shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në emisionin Roli i institucioneve fetare shqiptare në emigracion. Dihet se kanë pasur dhe kanë një kontribut shumë të madh institucionet fetare për diasporën shqiptare kudo në botë dhe veçanërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë dhënë një kontribut në të gjitha fushat e jetës, qysh nga ato anë shpirtërore dhe mendime ekonomike, dhe me shumë fushat të tjera të cilat kanë pasur nevojë emigrantët. Sot do të flasim për kishën e Shën Thomait këtu në Michigan, Detroit. Është një kishë e cila i ka dhënë tonin komunitetit shqiptar për shumë vite. Është kisha që ka pasur më shumë aktivitete, jo vetëm sigurisht ato fetare janë detyrë kryesore, por dhe atletare, kombëtare shqiptare, ka qenë të gjithë të anxhonuar dhe të gjithë të lidhur me kombin shqiptar, kanë pasur shumë aktivitete gjatë kohës para rrëzimit të komunizmit, por edhe më mbrapa, kisha e Shën Thomait ka qenë një kishë e cila ka qenë vazhdimisht aktive. Kohët e fundit, fatkeqësisht, për shumë vite, gati për 2 dekada, nuk ka pasur udhëhecin pra barin që themi neve, nuk ka pasur atin e vet, edhe veçanërisht të fliste gjuhën shqipe, të ishte shqiptar, por kanë huazuar ose kanë marrë nga kombësitë e tjera, dhe megjithatë kisha e Shën Thomait përsëri Zoti ka bërë mrekullira. Udhëhecët e kishës ortodokse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mundësuan që të sjellin një prift të ri, të cilin unë e kam ftuar këtu, është Atë Eugjini Shkurti. Mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjeta, mirë se zonë. Personalisht, por edhe me shumë miqtë e mi të tjerë, jemi shumë të kënaqur, të gëzuar që juve keni ardhur në këtë funksion dhe keni marrë detyrën përsipër për të dhënë kontributin tuaj dhe për bërë detyrën që atë kishë ta rikthejmë përsëri në ato nivele që ka qenë më përpara, jo shumë vite, 10-15 vite para, ka qenë një kishë shumë e fuqishme dhe ka qenë, neve na duhet në emigracion, jo vetëm ajo ana shpirtërore, se kemi hallë boll, ato duan, por na duhet që të ruajmë zakonet dhe traditat për të cilat neve do flasim së bashku. Të falenderoj që ke ardhur në bisedë dhe e them që në fillim gjithmonë televizionet shqiptare të Amerikës do ta keni në mbështetje 24 orë në 24 orë. Zoti Gani, faleminderit shumë për këtë ftesë dhe për këtë mundësi që na jepni nga ana ime si udhëheqësi shpirtëror i kishës së Shën Thomait dhe nga ana komunitetit tonë. Ju falenderojmë shumë për këtë mundësi dhe për këtë ftesë dhe gjithashtu edhe çdo suport që juve kontribuoni për komunitetin tonë. Dhe ndihemi që të dy shumë të privilegjuar që jemi sot në këtu. Faleminderit. Të falenderoj për fjalët e mira. Televizioni është gjithmonë në shërbim popullit, ne jemi shërbëtor që nga muaji i parë që jam si drejtor deri tek punëtori i fundit, dhe kështu do të shërbejmë deri në fund sa të kemi hymër, dhe themi ne, sa të marrim frymë. Të falenderoj. Pashtu shikues të nderuar, kemi edhe kryetarin e Këshillit të Kishës të Shën Thomait, është Aleksandër Kume, është financier me profesion, por është edhe aktivist, jo vetëm në kishë, por edhe në komunitet. Mirë se ke ardhur, Aleksandër, të falenderoj shumë për ftesën që pranua të vinë në këtë bisedë. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. Kjo bisedë zhvillohet në kuadër për suport, për të marrë një informacion, kush jeni ju, kush është kryetari, disa masa që keni marrë tani dhe që mendoni për të ardhmen, por para se të vemi atje në këto pyetje, mendoj që të një prezantim ashtu se ju keni dëshirë, pasi e gjithë komuniteti shqiptar këtu ku është një komunitet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shumë kompakt. Edhe kanë shumë dëshirë e vullnet, edhe veçanërisht për kishën e Shën Thomait, pasi e vlerësojnë kontributin e saj shumë vjeçar para shumë viteve, mendoj që të ringjallet, edhe ringjallja ju e dini që është një fuqi e re dhe sjell gjithmonë të mira. Kush është Atë Eugjini Shkurti? Atëherë faleminderit përsëri për pyetjen tuaj. Unë vjen nga Korça, jam këtu bashkë me bashkëshorten time Livia Zguri. Kam mbaruar studimet e mia 4 vjeçare në Akademinë Theologjike Ngjallje e Krishtit në Shën Vlash të Durrësit. Dhe pas përfundimeve të këtyre 4 viteve studime, punova si katekist pranë Mitropolisë së Korçës, në mbështetje të Hirësi Joanit atëherë dhe sot kryepiskopit
të gjithë Shqipërisë dhe pas një periudhe të shkurtër që ndenja atje si katekist, rreth 2 vjet, 3 vjet, më erdhi mundësia që të vi dhe të jem kandidat për prift në SBA, ku ndodhem sot, dhe erdha pastaj bashkë me priftëreshën këtu, si laik, erdha të studioj. Fillimi im i parë ishte tek Universiteti Theologjik në Yonkers të New Yorkut, në Shën Vladimir, ku përfundova 3 vjet master për theologji dhe pas përfundimit të shkollës atje, peshkopi ynë tashmë Hirësia e Ti Nikodhimi, më thiri të bëj 1 vit stazh sipas rregullores të peshkopatës sonë, pranë kishës të Shën Gjegjit në katedrale, ashtu siç e njohin dhe të gjithë katedrale e Fanolit, dhe mbarova dhe atje 1 vit stazh. Pas përfundimit të 1 vitit stazh, ai më emërovi si prifti i ri i komunitetit të Shën Thomait këtu. Dhe jam këtu që nga qershori i 2025-s, pra nuk jam akoma as 1 vit, jam shumë i ri në këtë komunitet dhe po i mësoj gradualisht të gjitha bashkë me besimtarët e kishës sonë. Suksese në detyrën tuaj është edhe vështirë, por edhe shumë fisnike, edhe qofsh jetë gjatë, jo vetëm në jetë, po edhe në detyrën këtu në kishën tonë, sepse kisha jonë është... Me hirën e Zotit, faleminderit. Zotë Aleksandër, pa na thuaj pak, kush është Aleksandri? Si do ta sjellësh ti atë personalitetin tënd? Unë jam lindër dhe rritur këtu në Michigan. Origjinën e kam nga Pogradeci, kam bëruar shkollë për financë në Oakland University. Kam punuar në bankë as an operations analyst, kam punuar dhe në Willis Towers Watson as a pension analyst, edhe për momentin punoj në logistics as a supply chain coordinator. Në kish, ndihmoj atë Eugene-in si altar boy. Më përpara, isha edhe arketar i kishës, para 1 viti, dhe tani për momentin jam kryetari i kishës, në Shën Thomait. Suksese është një detyrë shumë e rëndësishme, edhe unë kam besim tek ju të rinjt, pasi jeni pa kompleksi, jeni ashtu të pastër si loti i fëmijës, jeni ju të rinjt brezejoj, edhe u të uroj suksese. Atë Eugeni, para se të fillojmë disa pyetje teknike, informative për kishën, kemi hyrë në atë zonën e festimit të Pashkëve, ku jemi deri tani dhe për të ardhmen do t'ju ftoj në një bisedë tjetër. Patjetër, me shumë kënaqësi. Atëherë, jemi në periudhën të kreshmës, kaluam të dielën e parë të kreshmës, tani këtë javë do vijojmë tek e diela e dytë e kreshmës. Është një udhëtim shpirtëror 40 ditë dhe sigurisht kalendari është i lëvizshëm i Pashkës dhe të gjithë besimtarët përgatiten shpirtërisht, fizikisht për festën më të madhe që ka Ortodoksia, festa e festave, ngjalljen e Zotit tonë Jezu Krisht, dhe kjo periudhë përgatitore përmban kreshmën, jo vetëm nga ana ushqimore, por sigurisht dhe nga çdo aspekt tjetër, edhe shpirtëror. Sepse nuk mund të dallojmë vetëm fizikun, po është edhe shpirtërorja, sepse duhet të kemi parasysh edhe lutjen, edhe kreshmën nga ana e ushqimeve, por gjithashtu edhe lëmoshën. Edhe të gjitha këto 3 elemente bashkë përmbajnë kreshmën për ne të krishterët. Dhe kjo është ajo që na bën ne të ecim sipas rregullores drejt destinacionit për të ngjallur, edhe neve në kryqëzimin me Krishtin, edhe në ngjalljen me Zotin tonë Jezu Krisht. Shumë faleminderit për përgjigjen ekscelent të ç'është kreshma dhe çfarë ajo sjell të mira për njerëzimin. Si e gjetët kishën në Shën Thomait dhe si po e permisoni ato, nuk se ka pasur në diçka? Me thënë të drejtën, kur erdha këtu për herë të parë, sepse gjatë viteve kur kam qenë student në St. Vladimir's në New York, kam patur bekimin të vij edhe si djak, e cila është grada e parë e priftërisë, dhe gjithmonë me udhëheqjen e Zot Nikodhimit, dhe kam vizituar kishën të paktën 2-3 herë para se të emërohesha prift.
Kisha gjithmonë kanë qenë në nevojë. Ashtu siç edhe ju e thatë më përpara dhe e keni thënë edhe shpeshherë, kisha ka patur nevojë për një udhëheqje shpirtëror shqiptar. Gjithashtu ka pasur edhe nevojë edhe për shpirtëroren. Njerëzit kanë nevojë shumë të rikthehen në edukimin fetar. Pra ka nevojë edhe për ushqim shumë shpirtëror, sesa vetëm për udhëheqje. Por të gjitha këto me udhëheqjen gradualisht i sjellin të gjitha këto të tjera elemente që i plotësojnë njëra tjetrën. Kisha ende ka nevojë, kisha gjithmonë do ketë nevojë, por me shpresën gjithmonë tek shpëtimtari jon Isu Krisht, çdo gjë dhe çdo mungesë do plotësohet me ndihmën e të gjithëve së bashku. Është kënaqësi që ne dëgjojmë fjalë të mira për Kishën, që ta dinë dhe shikuesit se ke një shans për të hyrë në histori, për nëse juve do ta rivinin në punë, sipas profesorit tuaj, ta vini në funksion Kishën që ajo t'i mbledhi, sepse këtu në Komunitetin Shqiptar të Michiganit ka shumë familje të shkëlqyera ortodokse, ka shumë individ të shkëlqyer ortodoks, të gjithë që mendojnë do të japin kontributin e tyre edhe në Kishë. Synimi ynë për momentin është pikërisht ky që lajmi të përcillet tek të gjithë krahinën e Michiganit, tek të gjithë familjet ortodokse, të cilat besoj mund të mos kenë marrë akoma vesh që Kisha është në tranzicion, Kisha ka marrë një prift të ri, një prift shqiptar dhe po përpiqemi gradualisht të sjellim ndryshimin për akoma më mirë. Sigurisht nuk hedhin poshtë asnjë punë të njerëzve para nesh, të cilët kanë dhënë kontribut jashtëzakonisht shumë të madh dhe bekuar qofshin, por gjithmonë duhet të shikojmë përpara edhe të bëjmë akoma më shumë se të parëve tanë. Të falenderoj për këtë shumë qëndrim i mirë, sepse në qoftë se nuk do të ishin një grup që e mbajtën Kishën, do të ishte mbyllur se prift s'kishte. Mendoj që Kambere do të vazhdojnë të bëjnë një punë në mbështetje të punës tuaj në të ardhmen, sepse kanë dhe eksperiencën. E kam me ju, i dashur Aleksandër, keni marrë një detyrë shumë të rëndësishme. Më fol pak për bordin dhe si është aktualisht membershipi i Kishës, i familjeve, individëve, edhe si keni menduar për ta arritur atë që të vinë sa më shumë njerëz në Kishë. Në board kemi Aleksandrën Kuma, kryetari bordit, kemi Androkol Mengri, që është thesari Kishës, Niko Buka, që është zëdhënës kryetari, Odeta Feçani, që është sekretarja, Vanxhush Marko, që është maintenance dhe ndihmësi i Androkolit. Kemi dhe Nesi Kenolin dhe Kosel Lalën për outreach. Si keni menduar që njerëzit të rikthehen në Kishën ortodokse të Shënthomajit, pasi shumë shqiptarë nuk është sekret, shkojnë për kisha të tjera ortodokse, greke, rumune, ku munden? Po, fatkeqësisht kemi shumë shqiptarë që ikin në kisha greke dhe neve si board dhe si kish po bëjmë më shumë aktivitete të rikthejnë ata njerëzit që kanë ikur. Për shembull, kemi bërë Icon Auction dhe Icon Auction që bërëm para 2-3 javës ishte me mira që kemi bërë në historinë tonë. Kishën kanë mundësi të ndihmojnë të gjithë. Kisha nuk do melona, $20, $10, $50, $100, po kush nuk i ka kaq. E pse pastaj kur të shkojmë tek biznesmenët mund të japin më shumë, lavdi qoftë dhe për ta, është gjë e mirë ajo. Si e ke menduar atë Gjini? Është pak e vështirë, e komplikuar. Kjo është zgjidhur fare, është drejt, po kështu komplikohet nga komunitetet në përgjithësi. Cili do të jetë politika juaj për drejtimin e Kishës, kryesisht për gjuhën, komunikimin, për predikimet tuaja? Do t'i keni në gjuhën angleze, apo në gjuhën shqip, apo do t'i keni të përzira? Çfarë keni menduar? Faleminderit për këtë pyetje dhe duhet ta qartësojmë dhe më thellë sepse më bëjnë shpesh. Është diçka që është edhe se është delikate, por
duhet të marrim parasysh dy gjëra. E para, ashtu siç e kam thënë edhe më përpara dhe në Zoti Rafael, kisha jonë dhe peshkopata jonë që është akoma më gjera, është në trupin e Orthodox Church of America, që është kisha ortodokse në Amerikë. Dhe ne jemi një dioqezë brenda trupit të kësaj kishe të madhe. Dhe sigurisht, duke qenë se dhe gjeografikisht jemi në Amerikë, gjuha anglishte do dominoj. Jo tërësisht, sepse elementi i dytë është sepse jemi kishë shqiptare, edhe përpiqemi të kemi një balancë sa më të mirë, duke i kënaqur të dy krahët, edhe amerikanët, edhe shqiptar-amerikanët, edhe shqiptarët. Po gjithashtu edhe brezën e ri që ndoshta dinë ose edhe nuk dinë shqip, sepse jo të gjithë fëmijët e shqiptarëve kuptojnë shqip. Dhe ky është një fenomen. Dhe përpiqemi si kishë të jemi realist me të dyja fenomenet. Jo të dominojë, jo të kryesojë shqipja apo të kryesojë vetëm anglishtja, apo të kemi një balancë sa më të mirë, që të kuptojnë të gjithë. Predikimet për momentin janë në gjuhën angleze. Më vonë, duke parë dhe nevojat dhe gjithë antarëve të kishës sonë, shumicën, çfarë ata shprehen, si e ka nevojë të ta dëgjojnë predikimin, atëherë dhe ajo do modifikohet. Por kjo nuk bëhet me shpejtësi apo me kërcitje kishës, kjo bëhet duke komunikuar me ata edhe duke i dëgjuar gjithmonë nevojat e të gjithë besimtarëve. Prandaj edhe është dhe këshilli që përfaqëson gjithë komunitetin, edhe këshilli merret me besimtarët, edhe unë nga ana shpirtërore me ta, edhe gjejmë një zgjidhje të përbashkët, cila është ajo më e mira për të gjithë komunitetin, që mos mërzitim asnjë palë, po as palën tjetër. Po në planin e mendimit tuaj, krahas predikimeve fetare, a keni juve si obligim ose si synim që shqiptarëve të kisha të japi mundësinë të ruajnë kulturën, traditën, zakonet, gjuhën shqipe nëpërmjet aktiviteteve ose formave të ndryshme që ju mund të keni menduar? Ne sigurisht, donse jemi kishë, sigurisht jemi dhe njerëz, jemi komunitet dhe jemi komunitet shqiptar. Kemi festa që i festojmë, siç është Pavarësia, festa e flamurit. Kemi Heritage Sunday, të cilën do ta kremtojmë së shpejti në datën 22 mars. Është e diela e trashëgimisë, diçka që është të sjell tani së shpejti në dioqezën tonë, duke kujtuar Fanolin, i cili është hierarku ynë i parë dhe themeltar i kryedioqezës sonë. Dhe kryedioqeza ka vënë këtë datë pikërisht për të kujtuar jetëndrimin e Imzot Fanolit, por edhe ditën ku mesha e parë hynore në gjuhën shqip u zhvillua në Boston. Dhe janë në pikërisht në muajin mars dhe e kremtojmë edhe me lutje, duke bërë një përkujtimore për hierarkët tanë të jetëndruar, edhe bashkëshortet e tyre, kryepriftërinjtë. Gjithashtu bëjmë edhe aktivitete të ndryshme për t'i japur lavdi edhe të tregojmë krenarin tonë ndaj tyre dhe falenderimin dhe mirënjohjen tonë për themeltarët e kishës sonë. Po kur është kjo? Kjo është shumë e rëndësishme. Është për herë të parë që bëhet këtu në kishën tonë në Shën Thomat do bëhet për herë të parë. Po shumë e rëndësishme kjo. Cilën datë është? Me 22 mars. Po para se ti kish të lesh informacionet, ta bëjmë lajmërim që të vinë, të mbushet kisha plot. Është diçka që dioqeza e ka sjellë tani këto vitet e fundit me bekimin e Imzot Nikodimit dhe i bashkon të dy datat dhe jetëndrimin datën 13 mars të Imzot Nolit dhe datën 19 mars që është dita e parë ku liturgjia hynore u krye nga Imzot Noli në gjuhën shqipe në Boston. Dhe i bashkojmë këto duke kujtuar jo vetëm atë, por gjithë hierarkët e historisë sonë, priftërinë, kryepriftërinë, diakonë, priftereshat që kanë shërbyer me devotshmëri dhe dashuri në gjithë dioqezën tonë. Do të jetë një ditë? Një ditë e vetëm. Po e bëjmë çdo vit. Është një gjë jashtëzakonisht e madhe. Fanoli është një nga figurat më të shquara të kombit shqiptar, jo më të diasporës. Patjetër, falti jemi dhe ne sot, sepse është hierarku themelues i kryedioqezës shqiptare ortodokse në Amerikë. Absolut. Dhe duhet t'i japim nderin më të madh që mund t'i japim edhe ta kujtojmë gjithmonë jo vetëm në lutje, po edhe me aktivitete të ndryshme kulturore
dhe jo vetëm ata, por dhe fetare. Me këtë rast, edhe si televizion, nëse Jeni të mirëpritur. jo vetëm aty, po do të bëjmë një emision të veçantë lidhur me këtë temë. Është shumë signifikative, është shumë e nevojshme. Patjetër, sepse të informojnë njerëzit edhe më shumë. Fanoli dhe Konica kanë ngelur vetëm si emër. Fanoli Konica, po s'po flasim, nuk po dëgjojmë, sepse ata janë vërtet minier vlerash. Të falenderoj. Falenderoj shumë dhe suksese. Zoti Kume, cilat janë disa nga aktivitetet që kisha e Shënthomajt i ka kthyer tashmë në tradit? Pavarësisht se herë janë bërë, nuk janë bërë, po cilat janë ato që do t'i vazhdoni, edhe ndoshta edhe në një aktivitet të ri, siç është aktivitet tani që tha Ati Gjini. Po Ati Gjini tha për herë të sande do e bëjmë për të barë në datën 22 mars. Gjithmonë bëjmë aktivitete të vogël për Palm Sunday. Bëjmë edhe një aktivitet për kishën e Shënthomajt, ditën e Shënthomajt, një javë pas Pashkave, edhe është një ditë i madh për kishën tonë. Do bëjmë këtë vit ditën e flamurit në november. Dhe kemi qef të bëjmë edhe një Bethlehem dinner në fund të vitit afër Krishtlindjet. Dhe kjo është një opportunity të sillim shumë fëmijë edhe të bëjmë si një play Christmas pageant për lidher me Biblën. Do vinë fëmijë të jenë si Jezu Krishti, si Barind. Është një skenë e cila në të gjithë kishat tona të Peshkopatës, çdo fund vitit, afër Krishtlindjes në vartësi kur e drejtojnë gratë që bëjnë Sunday School, pra katekizmin, dhe vendosin një play, një, si të thuash, skenë teatri, me fëmijët e katekizmit dhe i veshin me roba të lashtësisë kur ka qenë Jezu Krishti, dhe citojnë vargje biblike dhe bëjnë atë skemën e lindjes së Zotit tonë Jezu Krisht, një dramë, një skeç. Shumë njerëz se thamë që janë larguar. A keni ju një program ose si mendoni që t'i riktheni ata? Po, ne si board gjithmonë flasim si do rikthejmë këta njerëzit që kanë ikur. Unë dhe boardi bëjmë telefonata, bëjmë aktivitetet të reja dhe kështu do kthejmë njerëzit prapë në kishë. Kemi një prift Ati Gjini shqiptar, shumë njerëzit kanë ikur sepse s'kemi pasur prift shqiptar për që në kur ishte Bishop Nikoni, dhe flasim çdo ditë me njerëzit, bëjmë aktivitete, të sillim sa më shumë njerëz. Kemi hapur Sunday Schoolin, si tha Ati Gjini, për fëmijët. Nuk është vetëm për ata që janë larguar, se komuniteti është shtuar, janë dhe të rinj që të vinë t'i afrosh. Nëse duam përsëri, jo vetëm ata, si që e tha dhe më përpara Zoti Gani, të rikthehen, por dhe njerëz të rinj të vinë, e të vizitojnë dhe të qëndrojnë, se mirë ja erdhen, por si do bëjmë që të qëndrojnë dhe që të qëndrojnë, sigurisht duhet të kemi parasysh të bëjmë vepra dhe gjëra të cilat kjo kishë nuk i ka bërë më përpara. Të cilat do t'i analizojmë bashkë me bordin, me këshillin dhe me besimtarët, cilat janë ato, çfarë ka munguar në këtë kishë, çfarë nuk është bërë, dhe ta bëjmë. Duke nisur nga mirënjohja, nga falenderimi, duke nisur nga outreach-i, pra të ecim përpara, të gjejmë njerëzit, të jemi atje për njerëzit, edhe të kemi aktivitete që njerëzit të vinë edhe të frekuentojnë në kishën. Ato janë që e mbajnë, po duhet e para pure të jetë buzëqeshja, mirënjohja edhe përqafimi i këtyre njerëzve. Duhet të bëhet kisha një vatër dashurie. Se ku ka dashuri, atje është edhe Krishti, atje është edhe besimtari që ndjen ngrohtësi brenda në kishë. Atë duhet të sillim. Të falenderoj, është vizion shumë i mirë që afron njerëzit edhe mendoj se do të mbështesin njerëzit të vinë në kishë për veten e tyre. Dhe nuk do të vinë vetëm për ju. Duhet të vinë njerëzit e pare punës, ashtu si shumë bukur e thatë, për veten e tyre, por e pare duhet të jetë për adhurimin. Në kishë vihet për adhurim. Vihet të adhurojmë edhe të marrim Krishtin. Kur marrim Krishtin, kur adhurojmë Zotin, gjithë të tjerat plotësohen.
Prandaj dhe kemi dhe coffee hour, ose shqip orën e kafes. Çfarë është kjo? Ashtu siç ndoshta shumë njerëz e dinë edhe nëpër vende të tjera fetare bëhet pas liturgjisë hyjnore, siç mbaron liturgjia, kthehemi tek salla dhe kemi një bashkësim me të gjithë besimtarët, me priftin, me të gjithë edhe të rinjtë, fëmijët dhe pima të kafenë, kemi socializim, flasim për hallet, për problemet tona, gjëra të ndryshme. Edhe çdo gjë edhe kemi atë atmosferë të bukur dhe të ngrohtë. Dhe siç thashë edhe i Zot Anastasi, pikërisht ajo gjë është liturgjia pas liturgjisë. Sepse kur mbaron liturgjia dhe merr Krishtin, vjen pastaj tek salla, edhe atë dashuri e ndan me njëri tjetrin. Pra është në praktik. Në muajin që kaloi juve zhvilluat një aktivitet me ikonat, e tha pak edhe zoti Kume, i cili ishte edhe fetar, ka rolin e saj, po ka dhe rol ekonomik. Si është ekonomia aktualisht e kishës? A ka nevojë për mbështetje nga besimtarët, nga biznesmenët të ndryshëm? Pasi ka shumë biznesmen që janë anëtar të kishës që kanë shumë biznese të suksesshme. Është një pyetje shumë e saktë, shumë konkrete, sepse ashtu siç e tha dhe më përpara dhe Aleksandri, edhe ju vetë, kisha ka pasur shumë nevojë, duke qenë se shumë njerëz janë larguar dhe nuk janë larguar sot apo dje, po ky është një fenomen që ka qenë shumë vjeçar dhe duke marrë parasysh këtë gjë, sigurisht kisha ka shumë nevojë nga ana financiare. Por, prandaj, dhe duke shpresuar së pari tek Zoti Krisht, edhe tek bordi i ri, dhe me priftin e ri, duke bërë aktivitete të ndryshme, duke sjellë një frymë të re, të sjellim dhe besimtarët, të cilët edhe do kontribuojnë dhe do ndihmojnë në kishën. Edhe biznesmenët, siç e thatë, dhe njerëz të ndryshëm nga të gjitha klasat, nga të gjitha në tërë krajinë e Michiganit, kushdo qoftë ai ose ajo, që ndihet i kënaqur edhe do që të kontribuojë në çfarëdo lloj mënyre, jo vetëm financiare, por në çdo lloj aspekti kishën tonë. Aty Gjini foli shumë bukur dhe jemi, të them të drejtën, të dobët në anën ekonomike dhe sa më shumë njerëz të vi, sa më shumë biznesmen shqiptar të ndihmojnë kishën tonë, neve i falenderojmë shumë dhe ne si board dhe besoj edhe aty Gjini jemi të gjithë gati të bashkëpunojmë me të gjithë njerëzit që duan të vinë në kishë dhe të shikojnë kishën e Shenjtë Tomajit të ecin para. Programi juaj i këshillit, i kishës, a do të keni një program edhe për të rinjt? Jo vetëm për marrjen e katekizmit që janë këto procedurat, por edhe me programe të tjera më të gjera për rinin, për të afruar rinin. Sigurisht, rinia është në formulim, është hapur. Kemi goxha të rinj, po organizojmë tani avash gradualisht. Do ketë edhe Bible study ose studim Bible, siç e themi në shqip. Dhe jo vetëm për të rinjtë, por synimi është të kemi edhe një edukim fetar edhe për të mëdhenjtë, prindrit tanë. Sepse ashtu siç e përmenda edhe më përpara, kisha kur e gjeta unë ka shumë nevojë nga ana shpirtërore. Ka nevojë për ushqim shpirtëror. Dhe jo vetëm për të rinjtë të vegjëlit tanë, po çdo moshe. Ka shumë njerëz të cilët kanë ardhur nga komunizmi, nuk kanë atë kulturën fetare, nuk kanë atë kulturën edhe të paktën mirë që se kanë, po lavdi Perëndisë se kanë hetje. Kanë hetje për të mësuar. Atëherë si duhet të bëjmë neve? Duhet këtë hetje jo ta shuajmë, po t'ju japim ushqim e t'i mësojmë. Por duke marrë parasysh se ende tani jemi në tranzicion e sipër, edhe kisha po riformohet nga e para, edhe me priftin e ri, edhe me këshillin e ri, gradualisht po i vëmë në zbatim dhe në program të gjitha këto aktivitetet që duhet të ndjekim avash. Çfarë hapësire doni ose mundësi, qoftë edhe në aktivitetet të ndryshme që të rinjt janë programe për të mosh? Sa u hap
grupi i rinjve dhe kemi rreth 15-20 njerëz të ri, dhe vajza dhe çuna. Dhe sa u hap dhe tani po flasim çfarë aktivitet mund të bëjmë në vazhdim. Edhe për të shtuar numrin, sepse sa më shumë vjen zinxhira ajo. Nëse flet mirë njëri që shkon në kishë për herë të parë, e kënaqet dhe ai thotë se kam gjetur kënaqësinë aty dhe është e vërtetë kjo. Pra, këto ishin pak a shumë disa informacione që i përkasin jetës kishtare aty ku jeni juve, por nuk shmangesh dot nga jeta komunitare dhe unë për këto kohë që ju keni ardhur, unë ju falenderoj që ju jeni prezent në aktivitetet e komunitetit shqiptar. E të falenderoj shumë edhe që more pjesë në 25 vjetorin e televizionit dhe për fjalët e mira që the. Faleminderit për ftesën tuaj. Cila është rëndësia e pjesëmarrjes të klerikëve të religioneve të ndryshme shqiptare në aktivitetet e njëri tjetrit. Si e shikon ti këtë? Ne të gjithë duhet të jemi prezent, sepse jemi, ashtu siç e përmendet shumë bukur, jemi komunitet. Jemi komunitet dhe duhet të mbetemi komunitet. Ne të gjithë përfaqësuesit e besimeve të ndryshme duhet të jemi, ashtu siç edhe jemi, të sillim paqe dhe të jemi në unitet me njëri tjetrin, në komunikim, në bashkëpunim me njëri tjetrin për të mirat e komunitetit tonë shqiptar, sepse nuk na ndan absolutisht asgjë. Përveç sigurisht fesë, ajo është kapitull më vete, por kemi shumë gjëra të përbashkëta. Dhe një ndër tyre sot, duke qenë se jemi dhe në Amerikë, është dhe imigracioni, një më tepër. Përveç gjuhës, kulturës, atdheut, e të gjitha këto, tani kemi dhe imigracionin që na lidh ende më fortë edhe më shumë me njëri tjetrin. Dhe duhet jemi pjesëmarrës në për të gjitha këto aktivitete që ka njëri me tjetrin. Dhe lavdi Perëndisë jemi. Kemi shumë komunikim me të gjithë përfaqësuesit e feve të tjera, me babailit tonin, me priftin katolik të Don Fredin, Imam Shuaibin, Don Dinon. Me të gjithë, kemi komunikim, kanë ardhur dhe për vizitë tek kisha jone, do ja u kthejmë edhe ne së shpejti tani të gjithë atyre me radhë dhe do kemi një komunikim, një bashkëpunim shumë të mirë. Dhe sigurisht shpresojmë edhe për më tepër. Përbërja e këshillit, unë i njoh të gjithë anëtarët e këshillit që të ri që është zgjedhur, ke një përbërje jashtëzakonisht të mirë, janë intelektual të shkëlqyer, edhe janë dhe aktivista të shkëlqyer. Edhe është një shans që juve keni mundësinë që të punoni mirë, të sillni gjëra shumë të mira, produkte jashtëzakonisht, idera për kishën. Si televizion ne kemi ndjekur kishën para shumë viteve, kam bërë rreth 27 emisione, kur ishte Albereshi që ishte Perift, edhe du ta them këtë për respekt bashkëshortes të Ekrem Bardhës, lumturia më thret një ditë dhe më thot Gani, thot kam dëshirë thot të vish dhe kam diçka thot për të biseduar me ju. Shkoj të nesmen, ishte një zonjë grua e mrekullueshme, jo vetëm pse ishte gruaja e Ekrem Bardhës, po kishte dinjitetin dhe personalitetin e vet ajo. Shkova atje dhe më thot jam shumë e shqetësuar thot se kisha ortodokse thot nuk ka atë nivelin që ka pasur përpara. Unë tha kam shumë kujtime të mëdha kur bënin aktivitete së bashku me të qenë se më përpara nuk kishte ka shqiptar dhe e bënin bashk. Edhe tha paguaj unë tha. Ajo. Po unë të paguaj për emisionet. Erdha në studio, pastaj takoj rastisht zotin Lumani, Agim Lumanin dhe i tregoj historinë. S'ka problem, tha mos shko deri atje se i paguaj unë dhe kemi bërë 27 emisione me qëllim për të afruar besimtarët dhe e ndihmuam shumë atë priftin Alberesh atëre. Pastaj më vonë se çfarë ndodhi, pse edhe eksperienca e brezit tim e shumë njerëzve të tjerë edhe e kanë atë fesë, por nuk kanë eksperiencë praktike, e kupton? Por tani duke qenë juve një prift, pra shqiptar, mendoj se kisha do të eci një mirë. E të më falësh për të kohën që mora, por është edhe një homazh, një respekt për zonjën Lumturi të Bardhës, e cila ka ndruar jetë, por ajo kështu ka bërë, më ka thënë mua jam jeri gjallë. Pra, kishën ortodokse e duan tërë shqiptarët.
sepse ka qenë një kishë ka nxjerrë, sjell dhen vetëm mirësi në tërë komunitetin tonë dhe mendoj se e nisa me juve zot dikume keni një rol të veçantë, ikin vitet, se ju e keni me rotacion, e kupton ti mund të rish edhe disa vite, e kupton si kryetar, po ikin vitet shpejt, kështu që gjatë kohës që ke atë afatin tënd, bëj sa më mirë gjëra dhe këtu kisha të aktivitetet, beshin pikniket, kisha të bëjnë festivale, ato janë të ardhura për kishën, por bashkojnë dhe besimtarët, njihen me njëri tjetrin, të martohen me njëri tjetrin, si keni menduar? Keni ndonjë gjë specifike? Kemi menduar të bëjmë edhe një festival, si e bën kisha në Worcester, St. Mary's, edhe kisha këtu katolike, i Dom Fredit, po flasim me bordin, është një gjë e madhe, sepse neve se kemi bërë kur një festival, dhe thras po ka një person, një sponsor, ose njëri që kupton nga... Shumë do të kesh. Po, nga shumë DJ ose këto gjëra, kontakto bordin, mua dhe aty Gjinin dhe jemi gati dhe bëjmë festivalin e parë. Vendosim edhe ja bëjmë lajmërim ne dhe vinë njerëzit. Të gjithë njerëzit ju jeni vetë, se s'ka ndonjë, të gjithë njerëzit kur shikon se bën një punë të mirë të mbështesin. Ne kemi 26 vjet si televizion. Nuk mund të mbahesh dot vetëm me reklama. Pa mbështetjen, pa suportin e komunitetit, ne do ishim këtu. Po aman, neve i respektojmë ata që na ndihmojnë, edhe atë që premtojmë e bëjmë. Në kisha kjo zvihet diskutim që gjithmonë kisha është shumë e rregullt në drejtim. Ne si kishë gjithmonë bëjmë thirrje që njerëzit të vinë në kishë. Dhe kisha është ajo që ofron dashurinë, paqen, shërimin shpirtëror dhe jo vetëm. Ajo që kemi nevojë, jo urgjent, mund të themi se kam nevojë shumë për njerëz të shërbejnë në altar. Për momentin kam Aleksin, do doja të kisha edhe më shumë të rinj, të ndihmonin brenda në altar, ndoshta edhe në kor, edhe gjithashtu edhe gjithë njerëz me kush ka ndonjë talent të ndryshëm, siç e kam përmendur edhe shumë herë, do ta përmend sa herë, kush ka një talent të veçantë, kush ka një profesion, çdo gjë që mund ta cilët si ndihmë, si ofrim në kishë, qoftë me lekë, qoftë falas, si ai të doje, le të na kontaktoj, le të na thotë. Si unë që jam prift i ri në këtë komunitet, edhe bordi që është i ri në misionin e tyre, nuk e dim të gjithë se çfarë bën secili. Kush ka diçka që e ofron, kush ka një profesion ndryshe, që mund të dojë të kontribuojë të sill në kishë, i bëjmë thirrje të vijë të na thotë, unë bëj këtë, keni nevojë për kështu, keni nevojë për ashtu, edhe të flasim ata. Kryesisht tani kam nevojë për çuna të vinë në altar të ndihmojnë me Tëmjanicën, me Qirintë, me Serafimet, me Kryqin, të mbajnë, të bëjmë ato procesionin, çdo të dielë që bëjmë hyrjen e vogël, hyrjen e madhe, edhe të ndihmojnë ata ku ndjen ata edhe në korë, kudo që të ndjen rehat dhe mirë, të japin kontributin e tyre. Urat tani mundet që të bësh një bekim për gjithë shikuesit edhe veçanërisht për besimtarët e kishës Zoti Gani, Sotomajt. Edhe njerë ju falenderoj përsëri për këtë ftesë dhe këtë mundësi që na jepni dhe kontributin tuaj në komunitetin tonë. Dhe duhet ju bëj thirrje besimtarëve, kryesisht prindërve, të sjellin fëmijët e tyre në kishë. Regjistrimi i Sunday Schoolit e katekizmit ka nisur që më datën 1 mars. Dhe ju lutem, sillni fëmijët të regjistrojmë, të kenë edhe ata rrugëtimin e tyre shpirtëror. Mësimet janë çdo muaj të parë kemi një children's sermon, një predikim për fëmijët, edhe në datën çdo muaj kemi në datën të dielën e tretë një edukim fetar me katekizmet edhe me gratë që janë nënat e vetë fëmijëve, që kryesojnë mësimin e Sunday Schoolit, edhe me koordinim të priftëreshës sime Livia Zgurit në edukimin e fetar. Dhe duke ju uruar se jemi në prag të kreshmës dhe të ngjalljes së Zotit, duke ju uruar besimtarëve tanë, kreshmë të mbarë, kreshmë të lehtë, e të bekuar, gjatë këtij rrugëtimit shpirtëror dhe
të na gjej në gjallje e Zotit gëzuar edhe për shumë vite. Unë ju falenderoj për gjithë informacionin që sotët, për komunikimin që patët me shikuesët e televizionit shqiptar të Amerikës. Në radhë parë do t'ju uroj juve suksese në detyrën shumë të rëndësishme, shumë fisnike. Do të thosha as pak e vështirë, pasi juve jeni profesionist, jeni me... Shgoxha e vështirë, po iri Perëndisë në ndihmon edhe ju gjithashtu në komuniteti. Nuk do t'ja bëhet vështirë, por do t'ja bëhet se detyrim, që e keni vetë ju nga ana juaj shpirtërore, dhe të uroj që t'jesh jetë gjatë në shërbim të komunitetit shqiptar këtu në emigracion. Faleminderit shumë, Zoti ju bekoftë ju, emisionin tuaj edhe gjithashtu gjithë punonjësit tuaj të palodhur në emisionin tuaj dhe ju uroj edhe juve suksese edhe gjithë të mirat. Faleminderit, do të uroj edhe Aleksandër Kumen suksese. Është një detyrë vështirë për juve, është jo e vështirë për mos realizuar, po për të mobilizuar, edhe ke persona që ke në grup janë jashtëzakonisht me eksperiencë, dhe kam shumë besim se do ta ngrini kishën në nivelet që e meriton, pasi duke bërë kështu keni nderuar veten tuaj. Edhe të uroj shumë suksese. Je kryetari më i ri që kam parë deri më sot i institucioneve fetare. Suksese. Faleminderit. Edhe desha të falenderoj edhe në emër të shikuesve për informacionin të sotët, me shpresë aq shkurtë të shikojmë përsëri bashkë të bashku. Me shumë kënaqësi. Do ta lejmë për të flasim për Pashkët. Më ka munguar, unë kam bërë vazhdimisht me Don Fredin dhe me Don Gjergjin emisione për Pashkët, por atë pjesën të ortodoksisë e kemi kaluar do më që ka 2 kështu dhe kam mendimin që të jemi së bashku një ditë këtu. Do të saktojmë bashkë edhe. Shikues nderuar, ju falenderoj për vëmendjen, ju falenderoj të pranishmit në emrin tuaj dhe miru pafshim me një sukses tjetër, pasi unë do ta quajja këtë emision suksesi, do ta quajja diçka të re, të mirë për komunitetin shqiptar, pasi kisha e Shën Thomait tashmë ka atin e vet, drejtues, i cili besoj se ju e ndoqët, do të jetë i suksesshëm ashtu si vetë kisha. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.